Sot, kur t'jep borxh, i bie pishman. Njerëzit e kanë humbur fjalën, e kanë humbur besën, e marrin parën e huaj, e shfrytëzojnë dhe nuk mendojnë me e kthyje më ata. Apo ta vonon, aq shumë ta vonon sa që me të vërtet i bie pishman pse i ke ndihmu një ditë. Besnikëria, të nderuar xhamatlin, është cilësi e lartë dhe fisnike. Të jesh besnik në fjalë dhe në vepra është tregues apo tregon që ke iman, që ke fe dhe ke vlera. Me besnikëri njeriu bëhet i lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Njeriu besnik jeton mirë në këtë botë, gjithashtu edhe e ardhmja e tij në botën tjetër do të jetë mirë. Përmes saj, muslimani e fiton kënaqësinë e Allahut dhe gëzon hyrjen në xhennetin e tij. Me besnikëri, shoqëria jeton në siguri. Të drejtat ruhen, nderi është i mbrojtur, dashnia dhe mëshira mbizotrojnë. Besnikëria është cilësi prej cilësive të besimtarëve që Allahu Azza wa Jalla ka përmend në Kur'an, që këta besimtarë do të jenë të privilegjuar të hyjnë në xhennetin më të mirë, më të lartë dhe më të bukur, në xhennetin Firdaus. Allahu thot në Kur'an: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." I citon cilësitë e xhenetlive të Firdausit dhe për ta thot edhe ata që janë të kujdesshëm ndaj emaneteve. Ata që i çojnë emanetet në vend, janë besnik ndaj marrëveshjeve që i bëjnë. Në një vend tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Zbatojini premtimet, sepse për ato do të pyeteni. Çoni në vend premtimet, sepse për ato do të pyeteni, a i keni quar apo jo. Pra, mbajtja e besës është një përgjegjësi e madhe për të cilën Allahu Azza wa Jall do t'i pyet robërit e tij në ditën e gjykimit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka garantuar xhennetin për ata që janë besnik, për besnikët. Ua ka garantuar xhennetin besnikëve. Ai në një hadith thot: "Nëse më garantoni 6 gjëra, unë ju garantoj xhennetin." Dhe i citon 6 gjëra. E ato janë: tregoni të vërtetën kur të flisni. Pra kur të flitni, kur të folni, thoni çdo herë të vërtetën. Mbajeni fjalën kur të premtoni. Të gjitha kanë lidhje me besnikërinë. Mbajeni fjalën kur të premtoni. Çoni në vend amanetet e premtuara. Ruani nderin tuaj. Ulni shikimin tuaj. Ndaloni duart tuaja nga harami dhe padrejtësia. Thyerja e besës është prej cilësive të hipokritëve, të njerëzve më të ulët të shoqërisë njerëzore. Ata të cilët nuk e mban fjalën, e thyen besën, janë apo bëjnë pjesë në grupin e njerëzve më të ulur në këtë botë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Shenjat e hipokritit janë 3. Kur flet, gënjen. Kur premton, nuk e mban premtimin, e thyen premtimin. Dhe kur i besohet një amanet, ai tradhton." Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se ndëshkimi i tradhtisë, i jo besnikërisë, është poshtrim në ditën e gjykimit. Në kohën e xahiljetit, para islamit, para islamike, janë dallu familjet dhe kabilet që kanë pas besë. Gjithashtu janë dallu edhe tradhtarët, kanë pas data të caktuara që i kanë shpërnda flamurat. Në atë shtëpi, në atë familje, ku është vendos flamuri i bardh,
ka qenë shenjë se këta janë njerëz të besës dhe të fjalës. Ndërsa në shtëpit apo familjet që kanë tradhtuar në diçka, aty në jo është vendos një flamur i zi, për me tregu se këta janë tradhtar, këta janë të pabesë. Pejgamberi a.s. thot, kur Allahu do t'i mbledh të parët dhe të fundit në ditën e gjykimit, do të ngrihet mbi kokën e tyre, mbi kokën e çdo tradhtari, një flamur që do të thuhet, ky është tradhtar, filan i biri filanit. Pra ashtu siç e kanë njohur arabët në mesin e tyre, në shoqërinë e tyre, ashtu do të ndodh edhe në ditën e gjykimit, ditën e kiametit, ku prej të parit dhe deri te i fundit do të jenë para Allahu xhallal xjalaluhu në një vend. Aty do të ngrihet mbi kokat e tradhtarëve një flamur që tregon se këta janë të poshtër, këta janë tradhtar, këta nuk e mbajnë besën. Gjithashtu pejgamberi a.s. ka treguar se njerëzit më të mirë janë ata që janë të njohur për besnikëri. Pejgamberi a.s. thot, njerëzit më të mirë tek Allahu janë njerëzit besnik dhe të pastër në marrëdhënie dhe sjellje. Pejgamberi a.s. ishte më i miri i njerëzimit, më i larti, në të njëjtën kohë më i thjeshti, më i drejti dhe më besniku. Nuk jetoi mbi tokë njeri me shpirt më të pastër, më serioz në premtim dhe bes se sa ai. Ebu Sufjani tregon kur Hirakliu e kishte pyetur për pejgamberin a.s. që në atë kohë nuk ishte musliman, ishte armik i pejgamberit a.s. Hirakliu, mbreti i Bizantëve, i kishte thënë Ebu Sufjanit, në çka urdhëron Muhamedi? Ebu Sufjani kishte thënë, ai na urdhëron të falemi, të jemi të sinqert dhe të pastër, të jemi të besës dhe ta çojmë amanetin në vend. Pra kështu e ka definua apo i ka tregu cilësitë kryesore të pejgamberit a.s. edhe pse ishte armik i tij, pra e ka thënë të vërtetën. Pastaj Hirakliu thot, këto janë cilësitë e një pejgamberi. Edhe pse nuk ishte musliman, ishte i mençur dhe i lirë për t'u shprehur, dhe thot, këto janë cilësi të një pejgamberi. Besnikëria pejgamberit a.s. shfaqet në çdo sferë të jetës. Nuk do t'i përmendim të gjitha, shkaku i kohës së shkurt, po i përmendim më aktualen dhe më të çuditshme. Aktuale, them, besnikëria e pejgamberit a.s. në shlyerjen e borxheve. Pse po e them aktuale? Sepse sot, kur t'jep borxh, i bie pishmon. Njerëzit e kanë humbur fjalën, e kanë humbur besën, e marrin parën e huaj, e shfrytëzojnë dhe nuk mendojnë me e kthye më ata. Apo tavonon, aq shumë tavonon sa që me të vërtet i bie pishmon pse i ke ndihmu një ditë. Si rezultat, të pasurit po i ruajnë të hollat e tyne në për banka apo në për deponit e tyne, ndërsa nga ana tjetër të varfrit që me të vërtet kanë nevojë për ndihmë, vuajnë apo detyrohen të marrin fajde, apo të hyjnë kredi me kamat e kështu me radhë. Pse ka ndodhur kjo? Sepse ai që e ka marrë borxhin ka munguar besa tek ai, nuk e ka kthy me kohë, tash edhe ata që kanë të holla dhe kanë mundësi me ndihmua, e kanë bë rregull të tijen se nuk jep borxh më. Pse? Sepse i ka ndodhur shumë herë që ka rënë bela me pasurinë e vet, me parët e veta. Ta shohim pejgamberin a.s. si ka qenë. Sepse të nderuar, njeriu për të përparuar, për t'i kaluar disa kriza, patjetër ka me pas nevojë me hinë borxh të dikush. E ky është një problematik që është përhapur. Është bërë problem dhe zgjidhje nuk ka.
A zgjidhja ekziston, po shkaku se njerëzit nuk e mbajnë fjalën, i kanë marrë qafe të tjerët. Edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam ka hyrë në borxh. Edhe jo një herë, po shumë herë. Se nuk mundesh me jetu pa hyrë ndonjëherë në jetën tënde në borxh. Abdullah ibn Rabia ka thënë, një prej sahabëve, pejgamberi alayhis salatu wasalam mi kërkoi borxh, hua 40.000 dirhem, një shumë e madhe. Pejgamberi alayhis salatu wasalam kur i bëri ato, mi ktheu dhe më tha: Allahu ta bekoft familjen, Allahu ta bekoft pasurin. Shpërblimi i huas është falenderimi dhe kthimi i saj. Pra po e kthen pasurin, po e kthen borxhin me kohë dhe po lutet për ta dhe po tregon se çfarë duhet me bë. Me kthy me kohë, gjithashtu edhe me bë dua për atë që të ka dhënë, për familjen e tij, për pasurinë e tij, dhe pra me akthyje me kohë. Kjo pra është ma aktuale që mendoj, ndërsa më e çuditshme, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë besnik edhe me armiqt, edhe me dushmanët e tij. Hudhaifa ibn al-Yaman, një prej sahabëve, ishte në Mekë. Dhe me babën e tij niset për Medinë. Ishte koha shumë afër betejës së Bedrit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam u bënte gati me dal prej Medinës, me u ndesh me ushtrinë e Kurejshve, dhe Kurejshët ishin duke u bën gati nga ana tjetër me dal dhe me i luftua muslimanët. Hudhaifa ibn al-Yaman dhe baba i tij ishin musliman dhe dolën në atë kohë për Medinë, dhe mushrikët e Mekës e zun dhe i thanë: ti je të shkuar në Medinë për të bë ushtar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa thotë: jo, jam nis për Medinë, nuk jam edhe në dijeni se ka luftë, edhe që ka dalë pejgamberi alayhis salatu wasalam për t'ju luftuar. Kurajshët e Mekës i thonë: nëse na jep fjalën dhe besën se nuk do të na luftosh, po ju lirojmë. Dhe Hudhaifa me gjithë babën e tij ja japin fjalën dhe nisen për në Medinë. Kur shkojnë në Medinë, takon me pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe ja tregojnë ngjarjen. Thonë: ja Rasulullah, ne u nisëm për Medinë, është e vërtetë ajo. Mirë po, mbasi tash kështu është situata, që ti je duke dalë me u ndesh me ushtrinë e Mekës, po vi me ty, sepse ushtarët e pejgamberit alayhis salam ishin 3 herë më të pak se sa të mushrikëve, dhe kishte nevojë pejgamberi alayhis salatu wasalam për ushtar, për ushtri, për njerëz luftëtar. Mirë po, pejgamberi alayhis salatu wasalam thot: kthehuni, ne do ta respektojmë marrëveshjen, mbajeni fjalën që ja u keni dhënë. Kujna? Mushrikëve, armiqve, shumë pak para betejës. Dhe ne do të kërkojmë ndihmën e Allahut kundër tyne. Pra mbajeni fjalën dhe ne do ta lutim Allahun azza wa jall na ndihmoj kundër tyne. Pra kjo është një shembull shumë i rrallë që mund të ndodhë në historinë e njerëzimit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam gjithashtu i ka urdhëruar punëdhënësit t'ia paguajnë mirë punëtorit rrogën, pagën dhe mos t'u avonojnë atyne. Po ashtu edhe punëtorët i ka urdhëruar që ta bëjnë punën siç duhet. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot: jepjani punëtorit pagën, shpërblimin, rrogën para se të i thahet djersa. Pra mos ja avononi rrogën. Ata që kanë punëtor dhe janë përgjegjës, le të kenë kujdes, le të japin rrogat ashtu siç duhet. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: Allahu i madhëruar, pra hadithi është kutsi, Allahu i madhëruar ka thënë: 3 veta do të kenë kundërshtar në ditën e Kiametit. Njeriu që ka dhënë besë në emrin tim, pastaj ka tradhtuar, njeriu që ka robëruar një të lirë dhe e ka shitur dhe i ka ngrënë parat, dhe njeriu që ka përfituar prej punëtorit nuk e ka paguar. Ka fitu prej punës tij, ndërsa nga ana tjetër nuk ja ka dhënë pagën. Pra këta do të jenë armiqt e Allahut azza wa jall në ditën e Kiametit. Nga ana tjetër, punëtori duhet ta bëjë punën
mirë, pastër dhe t'ja jep hakun, duke kryer atë në mënyrë të plot, pa mashtrim dhe pa fshehje. Një sahabi apo një tabi'i thot, e ka pas emrin Asim ibn Kulejb, thot, baba im mori pjesë në një varrim, ku ishte prezent edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur erdhi gjenazja, u vonu derisa e varrosëm. U vonu një kohë. Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte, rregullone varrin, pastrone dheun, bëjeni mirë këndej, shtoni edhe pak dheja ndej, hapeni edhe këndej, derisa menduam se kështu me bon këtë formë që nga synet, tradit, që duhet me vepru çdo herë. Këtë e vrejti pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe tha, ky rregullim, këtë rregull që e bëm, nuk i bën as dëm e as dobi të vdekurit, por Allahu e do që kur punëtori të punoj, ta bëj punën sa më mirë. Je i paguam për ta bërë këtë punë, këtë vepër, këtë detyrë, bëje sa më mirë. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam u mësoi një pjesës madhe të njerëzve aty që ishin prezent, se kur ta bësh punën, bëje në mënyrën më perfekte të mundshme. Elusim Allahun azza wa jalla të na falë dhe të na mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na jep besnikëri dhe sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.